Ka një deklaratë i Vikaso dhe rikthehemi të shkurtër. Operacioneve elektorale për shqyrtim dhe miratimin e kandidaturave për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Kryesia u njoh me 3 kandidatura dhe aplikime të cilat u konsideruan zyrtare nga komisioni, nga KOKOE, të cilat plotësonin kushtin themelor atë të paraqitjes nga antar të Partisë Demokratike, siç ishte kandidatura e paraqitur në datën 18 mars nga kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, si dhe kandidaturat e paraqitura në datën 30 prill, data në cilën përfundonte afati i paraqitjes kandidaturave, nga zonja Merem Mesela dhe nga zoti Vladimir Mulaj. Kandidatura e kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës, plotësonte të gjitha kriteret e përcaktuara në vendimarrjen e datës 18/3/2026 i KOKOE-s, pra të Komisionit të Organizimit dhe të Kontrollit të Operacioneve Elektorale, që kishin të bënin me atë të qenies në radhë të parë antar i Partisë Demokratike, më pas eksperiencën drejtuese në nivel kombëtar dhe rajonal në betejat politike të Partisë Demokratike për kauzat qytetare dhe politike, si dhe kriteret e zgjedhshmërisë sipas ligjit 138/2015, pra të integritetit të personave që zgjidhen, që emërohen në funksione publike. Theksoj se të gjitha këto kritere që i përkasin garës datës 23 maj janë të njëjtat kritere të cilat po ky komision, KOKOE dhe Partia Demokratike ka aplikuar edhe në garën për kryetar të Partisë Demokratike të vitit 2022, ku zoti Berisha gararoi përballë një kandidati tjetër, pra nuk ka asnjë kriter shtesë në raport me kriteret e 4 viteve më përpara. Komisioni një zëri vlerësoi se zoti Berisha i plotësonte të 3 këto kritere, ndërkohë që 2 kandidatët e tjerë, pavarësisht se plotësonin kushtin e të qenit antar të Partisë Demokratike, si zonja Sela dhe zoti Mulaj, nuk plotësonin kriteret e tjera për sa i përket eksperiencës tyre drejtuese në strukturat qendrore dhe vendore të Partisë Demokratike për një periudhë 10 vjeçare, dhe për këtë arsye u konsideruan të papërshtatshme nga KOKOE dhe u konsideruan gjithashtu të papërshtatshme dhe nga kryesia e Partisë Demokratike për të garuar. Sikundër, kryesia u njoh me arsyetimin e KOKOE-s për sa i përket disa kërkesave të tjera të paraqitura, të cilat në për deklarata të tjera publike nga individ të ndryshëm janë konsideruar si aplikime të vlefshme për garën për kryetar të Partisë Demokratike. Këto kërkesa në radhë të parë KOKOE vlerësoi dhe kryesia e Partisë Demokratike një zëri miratoi këtë vlerësim të KOKOE-s, se janë paraqitur nga persona të cilët nuk plotësojnë kushtin themelor atë të antarësisë Partisë Demokratike, i cili sipas nenit 10 dhe sipas nenit 19 të statutit të Partisë Demokratike është rekviziti thelbësor për hyrjen në garën për kryetar të Partisë Demokratike. Për sa i përket kandidaturës ish deputetit Saliani, e cili ishte një nga kandidaturat cilat mediatikisht është promovuar si kandidaturë ose aplikim i vlefshëm në garën për kryetar të Partisë Demokratike, KOKOE vlerësoi se ky kandidat nuk plotëson kushtin thelbësor atë të qenies antar i Partisë Demokratike, pasi me veprimet e tija dhe me aktet e veta politike është në shkelje të kodit etikës Partisë Demokratike, nenit 10 të tij, si dhe nenit 24 statutit Partisë Demokratike, për sa i përket lidhjeve të papërshtatshme me eksponent të krimit organizuar, çka e bëjnë automatikisht jo antarë të Partisë Demokratike. E njëjta gjë vlen i njëjti arsyetim edhe për kandidatë të tjerë, të cilët ndonse mund të quhen ose vetë quhen themelus ose rithemelus të Partisë Demokratike, në momentin që njëra prej tyre në vitin, mos gaboj datën 18 qershor 2024, ka krijuar informacion të ri politik, konkurrent me Partinë Demokratike në garën elektorale të vitit 2025, automatikisht, sipas nenit 19 të statutit të Partisë Demokratike, kjo pasjell mosqenien antare të Partisë Demokratike. Në këtë mënyrë, kryesia e Partisë Demokratike në mbledhjen e sotme u njoh dhe me këto kërkesa dhe me këto pretendime të disa personave që pretendonin se kishin bërë aplikime të vlefshme, miratoi një zëri këtë qendrim të KOKOE-s dhe me unanimitet të gjithë antarët e kryesisë Partisë Demokratike vendosën që të miratonin vendimin numër 120 datë 1/5/2026 të Komisionit të Organizimit dhe të Kontrollit të Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike, duke miratuar kandidaturën e zotit Sali Berisha
si kandidat për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë në zgjedhjet e datës 23/5/2026. Kjo ishte në thelb pika e tretë në cilin mori kohë dhe interes mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike. Ju falenderoj. Zoti Kaso, ditën e djeshme zonja Sela ka dërguar në gjykatë edhe shkresat për të cilat nuk është pranuar këtu nga selia e Partisë Demokratike për të kandiduar. Keni një koment për këtë? Nuk është pranuar për të kandiduar, ju referoheni vendimarrjes e cila nuk e ka kualifikuar. Unë besoj që vendimi i KOKOS është i qartë dhe i arsyetuar. Ndalet në rastin e zonjës Sela, e cila siç KOKO e ka vërejtur dhe ka shqyrtuar, plotson vetëm një kriter nga ato të përcaktuara në vendimarrjen e datës 18/3, pra vetëm kriterin e antarësisë. As nga pikpamja formale dokumentacioni i zonjës Sela nuk ishte i plot, pasi i mungonte dhe kriteri tjetër thelbësor, pra paraqitja e formularit të dekriminalizimit, cilin zonja nuk e ka paraqitur pranë Partisë Demokratike, por tutje asaja për shkak se nuk plotësonte kriterin themelor atë të një figure me eksperiencë drejtuese të paktën 10 vjeçare në strukturat e larta drejtuese të Partisë Demokratike, automatikisht ka pasjell skualifikimin e kësaj zonje. Sigurisht statuti parashikon edhe mënyrat në cilat ankohet ndaj kësaj vendimarrje kushdo i interesuar që është bërë pjesë e garës, dhe sigurisht ankimimi drejt për drejt në gjykatë, nëse është kjo që ka ndodhur, nuk është rruga e duhur statutore, pasi statuti parashikon që në këto raste ankimi drejtohet së pari gjykatës partisë dhe mbas ezaurimit të kësaj rruge administrative, eventualisht çështja mund të bëhet objekt shqyrtimi edhe gjyqësor, por besoj që në këtë rast jo vetëm statuti, por edhe kriteret e vendosura dhe transparenca që ka bërë KOKO-e në vendimarrjen e saj për sa i përket kësaj zonje lë pak vend